të analizoj me ftuarit në studio Ervin Karanja, Romeo Kara. Mirë se erdhët. Faleminderit. Karanja, çfarë është për ty kjo protestë? Ta nisim kështu, se nisi për çështje pronash, e kishim trumbetuar ose e kishim paralajmëruar që mund të jenë problem, por ka marrë për masa të tjera. Është e vërtet, protesta nisi për çështje pronash, por në Shqipëri ka probleme në gjithë sektorët e jetës, duke filluar në shëndetësinë, duke filluar në rekrutimet e padrejta në administratë publike, pra diskutohet rekrutimet e padrejta. Njerëz jo kompetent diskutohen titujt e pronësisë, pra dalin zyrtarë të lartë, thotë ky ka titull pronësie, po si e mori këtë titull? Pra kemi mos funksionim total të shtetit, kemi shëndetësinë, kemi shkatrimin e sistemit gjyqësor. Madje gjatë kësaj kohe doli debati që thatë shkojnë çështja në gjyq, po këto kanë 20 vjet në gjyq, pra ke shkatruar sistemin e drejtësisë dhe kjo protestë është zëri i vërtetë i qytetarëve për problemet më të mëdha që ka sot populli shqiptar. Kemi shkatrimin e komplet, shkatrimin e pronës, shkatrimin e ushqime, pra kemi probleme me ushqimet. Ushqimet janë të skaduara, pra në çdo fushë tu mashtrohet dhe bëhet propagandë. Kjo nisi për një pronë dhe prona ishte pronë me probleme, pronarët thoshte jemi në gjyqje, pra të regjistrosh një pronë kadastra, që regjistron një pronë, ku çështja është në gjyq, tregon për mos funksionim shtetit, tregon për arrogancë. Pra kjo protest ka lidhe me shkarkimin e sa drejtues hipotekëve në Vlorë, drejtuesit të kadastrës, zyrës së kadastrës në Vlorë. Pra tregon që ka arritur i pikë që populli shqiptar po ngre zërin dhe me drejtë. Dhe populli shqiptar është pjesa më vitale e pjesë e rinisë. Pra mosha e treja. Po t'i shikosh, janë mosha treja, nuk asnjë akt të dhune, bëhet protesta, pastrojnë protestat dhe bashkia nuk ka nevojë. Madje bashkia duhet të ofrojë kosha më të mëdhej, sepse kanë vënë re që mblidhen gjithë ato sende që janë në protestë, nuk i mbushin dot koshat. Pra kemi protestë qytetare që duhet të ndalohet. Nisi nga çështja e pronave, çështja e pronave është problematike, është shumë e madhe dhe këta njerëz duhet të dëgjohen. Nuk është çështje shërbimesh, absolutisht jo. Nëse ne themi çështje shërbimesh, atëherë duhet t'japi dorëheqje nga i pari i fundit. Si ka mundësi shërbimet e huaja të marrin kaq njerëz, pra ti si i Zoti, drejtori i vendit ton hik. Pra nuk është çështje shërbimesh. Unë kam parë vetë. Nëse ishte çështje shërbimesh, duhet të kishte një deklaratë qendrim me marrje masash zyrtare apo duhet ishte vetëm deklarative? Atëherë duhet të jepte dorëheqje nga i pari i fundit, se si kanë deportuar shërbimet dali. Këto janë me mira njerëz që protestojnë dhe është mosha më vitale, janë njerëzit e rinj. Prandaj si shkon, në studion tuaj e kemi ngritur për punësime të palishme. Këta njerëz mbarojnë shkollën, s'ka ku të shkojnë. Ndërkohë që gjenen shofer dhe ndalin poste drejtuese. Pse nuk futet për shembull marrjen të rasti Akshit, se po i kthehemi kësaj pune se ky është simbol, është e vërtetë. Mbaron shkollën një student me 10 dhe pjesa më e madhe e këtyre kanë dhënë dhe intervista për kanalet e huaja me një anglisht të rrjedhshëm, nuk shkon në atë vend pune. Pse? Do shkoj shoferi, do shkoj hajduti, do shkoj pranaj. Ne sot kemi shkatruar shtetin dhe këta njerëz kanë drejt të protestojnë dhe duhet të dëgjohen. Shkon shteti mirë? Po. Ato prona aty që janë marrë si mas rrivut, është pronë publike apo është pronë private. Pra si janë marrë këto prona? Pra këta kanë drejt të protestojnë. Kanë drejt dhe kanë, sepse e thashë edhe një herë, shëndetësia është zero, drejtësia është zero. Pra të gjithë sektorët të shtetit kanë rënë dhe po su ngritën do jetë e fundit, madje është diçka pozitive. Ke parë materialet për hetimen se si po veprohet për çështjen e pronave, ka një gjë që tani edhe si avokat, por edhe si prokuror. Si shikon, sepse u fol dje që mund veprojë SPAK, unë nuk e di nëse mund ta ndaloj ose jo, se si ngjarje të ndaloj investimin, po flasim për shkak të çështjes të hetimeve. Këtë punën e hetimeve si e ke parë? Aida, unë hetimin është diçka pozitive. Jo pozitive, po duhet kishin filluar më parë. Dhe dje, po të kemi parasysh delegacioni Bashkimit Evropian dhe vetë Bashkimi Evropian, kërkon transparencë për pronat nga pishporoja deri në nart. Kush është bërë pronar, si është bërë pronar, pra vetë Bashkimi Evropian thotë të jetë transparencë. SPAK-u ka për detyrë të zbardhë të gjithë to prona si janë marrë, janë pronë shtetërore, janë pronë private si janë marrë. Pra ka për detyrë që të zbardhë. E dyta, Altin Dumani ka qenë vetë prokuror i procedimit penal numër 3146 të vitit 2008, ku ka pas një çështje të ngjashme që ka pasur drejtues të kthimit të pronave në hetim. Ka pasur përgjime, duhet ta marrë atë dosje. Prokurori i çështjes ka qenë Armand Gurakuqi, i cili prokuror që ka luftuar bandën e pronave dhe çuditërisht është shkarkuar nga krimi i organizuar në veting. Është shkarkuar ky prokuror i cili ka te ky
Dumani e njeh dosjen vetë, ka qenë vetë prokuror, ka qenë koha që ka qenë drejtuesi task force-s, dhe task force atëre ka qenë shumë produktive. Pra siç është pagu sot, po ta mbani më në 2000 tjetër, ka qenë task force e prokurisë shtetit gjyqësor Tiranë. Dhe ka bërë shumë procedime. Këtë procedim penal duhet marrë përgjimet, kanë qenë zyrtarët e lartë pronave në përgjim të dalin dhëna për pronat. Pra, sepse në këtë kohë ka nisë kthimi këtyre pronave, 2007-2008. Kthim masiv i pronave, për këtë periudhë bëhet. Dhe duhet të jetoj dhe të hetoj dhe shkarkimin e prokurorit Arman Gurakuqi nga krimi i organizuar. Duhet të hetohet ky rast, sepse është prokuror i cili ka qenë prokuror me dinjitet, ka hetuar çështje. I kësaj çështje po thua? I kësaj çështje është prokuror dhe përgjimet madje jo i Pishporos edhe Nartës. Një çështje e ngjashme bëhet fjalë për Kteka Kavaja, besoj nga Bregdeti Kavajës. Dhe përgjimet e kësaj është kohë që janë këto prona. Kush ka qenë i interesuar tek këto? Ka bërë një investigim edhe konkluzione përfundimtare. I kemi lexuar gjithë, rreth 200 ca faqe, 240 faqe më duket. Dhe besoj që ajo çështje nuk duhej pushuar. Me procedurën e vjetër, ka qenë që pushonte prokuroria dhe nuk shkonte në gjykat për të diskutuar nga palët e tjera viktimat. Dhe si duket prokuroria tashme që një pjesë e tyre akoma vallëzojnë sot në strukturat e kriminalizuar drejtësisë, që kemi akoma peng për mua, e kanë larguar të prokuror dhe kanë mbyllur çështjen. Është një nga metodat që nuk e mbyllim dot me prokuror, gjejmë formën të largojmë dhe pastaj çështja mbyllet e është e tjerë. Dhe për të çështje mendohet që kanë ndryrur njerëzit më fuqishëm të Republikës Shqipërisë në atë kohë dhe mbase ka pasur dhe pasoja tjera, se kur nuk zgjidhet pastaj çështja me drejtësi, do të zgjidhet me vetgjyqësi. Dhe ky është hapi i parë kryesor që ne të bëjmë shtet. Nuk që jemi vetëm ne që njohim hakmarrin, jemi kaq trima të mëdhenj. Trima jemi bërë për 10 ditësh me këta njerëz mrekullueshëm atje. Unë mendoj që gjermanët e kanë pasur këtë punë dhe e kanë zgjedhur. Pra, ne luftuar njëkohësisht hakmarrjen dhe gjakmarrjen, se s'ka gjithmonë gjak hakmarrje, por duke i dalë shteti për Zot. Dhe atje s'ka nevojë të kesh familje të madhe me 200 veta të mbietosh, ai të bësh 10 kalamaj që ti jenë krah njëri tjetrit, duke qenë shteti i fortë, njerëzit banojnë vetëm dhe janë me dinjitet, e të sigurt, e të lirë, pse se kanë investuar tek shteti. Pra, njihet kjo që në vendet ku shteti i jepet rëndësi prioritet, gjithmonë familjet janë edhe më të vogla, edhe më të manovrueshme, edhe nuk sjellin probleme sociale pasaj, që detyrohen si tek ne partitë politike, që merren vesh me fiset, akoma, sikur jemi në zgjedhje ditën e mesme, dhe për më tepër pasaj me bandat. Nëse keni pyetje specifike për protestën, apo të vazhdoj ta... E keme merak se ke qenë në protestë? E ke qenë dhe vetë, sa kemi folë? Si e ka me merak? Të që do të ndalesh pak, do të aprekësh, duke qenë se e ke prekur, e ke përjetuar, e gjen veten. Unë e gjen veten, unë kam përkuar për kaq vitesh. Jo, e di pse e them këtë që e gjen veten? Sepse edhe këtu ke pas nuanca revolte në kuptimin përballë krimit, përballë ngjarjeve, përballë korrupsionit. Dhe tashmë ajo është një moment që realisht gjen veten në këtë aspekt e kam. Unë guxuan dhe thanë që këta persona, edhe kam pas dhe debate këtu në rrjetet sociale, nga njerëz që nuk janë naiv, po janë të pa fytyrë, domethënë, no face, no name, no number. Të cilët të njëjtin korrupsion që ne kemi luftuar edhe unë personalisht tek Meta dhe Berisha, më kanë dhënë mira lëvdata për të punë dhe pastaj kur ktheva shikimin se në kohën që nisa të punë, këta si kishin mbushur këto kupat, si që kanë mbushur, se bëhet fjalë viti 2014 mbrapa. Ishte ndryshe korrupsioni, do të thuash? Jo, si kishin mbushur kupën. Se çfarë do të thoshe tani Ramës unë 2013, 2015. Kishte një qasje jo ashtu, por tani nuk ju vjen mirë kur unë godas dokurim pavarësisht ngjyrës politike. Dhe të njëjtën gjë që kanë luftuar, të njëjtën gjë mbrojnë, aq më tepër që hidhet një demagogji, kështu funksionojnë partitë e mëdha, po pa dinjitet, pa personalitet. Pra thot lideri që ju dilni dhe flisni një broçkull, e zëm 2-3 parulla janë shërbimet e huaja e tjerë, edhe këta nuk ka rëndësi, kuptojnë që nuk është zbulimi huaj, po ka rëndësi që bëjnë detyrën e partisë,
aq më tepër persona që janë kthyer në biznesmen dhe i kanë rregulluar kaq mirë punët e tyre, ndërkohë që bënin demagogji duke na lëvduar ne për luftën kundër korrupsionit, po vetë të zhytur korrupsion edhe më shumë madhe bile. Edhe fjala uj, burri, se për burrin bëj fjalë se gruan se ka marrë për gojë. Gjithmonë në këtë jetë ka boll kohë me u fliq. Edhe këta i dhanë drejt vetës, po fshirë edhe Rama në promotion që ka, se nuk është i ri Rama. Berishën po, që gjithmonë kanë boll kohë me u fliq, për çdo ditë du ta meritonin qeverisin atë besim që është dhënë këtyre. Tani, si ka mundësi që të korruptuarit në qeverisje, që po parakalojnë, e tani nuk kanë astur, zgërdhien këtë dera Spaku dhe Gjerkovës, që për mua janë tradhtarët e vërtet, ata janë besimi, kemi votuar ne, ka votuar njeri në Shqipëri, ju keni votuar që të vjedhin, keni votuar që të ngopim me luk bosh me demagogji, keni votuar ju të mos ketë meritokraci, keni votuar ju që t'i lutën i Zotit, a marë mërqoj në ëndër Ramës një mesazh për me ta kthe shikimin nga unë se s'po mblerëson. Keni votuar ju që dhe kundrohet një socialist me tjetër ministër i përzeni shkelmojnë stafet e njëjtë tjetrit. Pra, është një luftë e egër pushteti dhe pasurimi edhe brenda llojit. Pastaj bashkohen dhe bëjnë sikur janë motor e vlla. Mos ma ndërprej tani se s'e kam mbaruar. Po ma ndërpreve, ikën gjithë kjo. Po edhe kur e zjat shumë nuk. Jo, po ka ca atje që e duan të. Të siguroj. Po ma lërë ta vlerësojnë, po. Po i kam përjetuar mirën. Ky situatë zgjimi. U lodhën me brezin tim, për ma përsipër vetë fajnë. U lodhën me Ramën me Berishën. Nuk e bëri do të punën e ndalimit tashu as opozita, pavarësisht se unë nuk e dua se jam i bindur për ato që i kam lexuar vetë. U lodhën. Tani po çojnë vetë, ta marrin vetë fatin në duart e tyre. Në më pas do ta diskutojmë që kjo është një teori fluktuacioni, e cila fillon me grimcat nga brenda dhe del shfaqjen e jashtme. Dhe kjo situatë do t'japi pasoja politike edhe për te oqeanit dhe biles me pa të drejt atje. Po flet për investitorin tani, për raport në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po flas për familjen Trump. Po, se nuk është çmendur që të vit investoj në një problematik të tillë edhe ta paguaj tani me vota edhe me fatin e vet politik atje në kohën e midtermit. Pra gjithë kjo nuk është kaq e thjeshtë. Dhe para se ta diskutojmë prapë pas, unë lutem që i henat politike të mos kenë sukses të kapin peng të protest. Kjo protest ka gjetur boshtin e saj të shpreja as me Ramën e as me Berishën. As me njërën bank politike dhe as me tjetër. Po s'da kapin, do diskutojmë deri tani se kanë bërë. Që ne këtu do t'jeme dhe do të analizojmë kur të vikohë. Se kanë bërë të i tani? Se, kush se kanë kapur? Do të këshin kapur, nuk do ishte kjo protesta. është debat tjetër kjo. Atje është hapur. Dije se që atentojnë ata. është hapur. Djali i ish presidentit Biden e ka hapur. Po flasë për këtu. Bernie Sanders për këtu, me këta e lidhen. Nuk thot njeri e lidhen gjithë me pjesën Sazanit, jo me Zvërnecin. Pavarësisht i lidhen këta. Se këta i lidhen. Me Sazani në dhanë, pas ta i fushë Zvërneci doli. Unë po flasë si duket atje, se i ndjek për vëmëndje. Dakor. Edhe e ka hapur Bob Biden, e ka hapur Ben Sanders, e ka marrë CNN-i, e ka marrë disa stacione tjera, tani dalësh CNN, New York Times, BBC, Reuters, nuk është pak. Tani kanë ngel dhe i stacion tjetër këte nga hëna e Marsi, pa dhe ato e do kënë marrë, tani çfarë mendojnë këta, se mund të dilet më nga kjo punë, ajtë më tepër, unë kam besim plot ke kjo qytetari, kjo emancipim. Nuk ka pasur njerë Shqipëria pashaport më të mirë europiane si kjo protest. Ju them atyre që bëjnë proteste, në 323 protesta të bëra, me dhunë dhe pa dhunë, 23% kanë pas sukses me dhunë, 53% ato pa dhunë, dhe pjesa tjetër nuk ka pas sukses, pra janë shuar atje. Kjo protest, çdo ditë që vazhdon, ne na emancipon, është një emancipim, jo vetëm i edukatës tonë, po dhe i atyre atje, sa ta po rriten atje. është një moment që ka njerëz që rriten brenda disa ditësh, po rriten si qytetarë të lejgjuar, pra. Të këtij vendi. Do dikoj në formim, po thua, në mënyrë se si do të mendohet pas saj, e kuptoj. Ka një lloj frike, ka një lloj, po flas nga psikologjike, edhe sjellës, ka një lloj frike se mos gabojnë. Unë i them, të rinë, të qetë, të marrin, të besojnë njerëzit, jo nga ajo që thonë se do bëjnë, por nga ajo që kanë bërë.
Dhe kështu nuk do të gabojnë të këta i do zgjedhin që t'i përfshinë brenda vetes tyre. Dhe në një fazë tjetër, besoj, shpejt. Jo, fazat janë shumë shpejt, janë sulur ata atje, po unë besoj që ata do japin prova që duke qëndruar me durim, jo me durim në këmbgulin e tyre, pra me durim aktiv, që të mos lëshojnë pe, ata do ta bëjnë të gjithë që të arrinë në të njëjtin mënyrë, të mbushin rrugët e Tiranës, po të zgjedhin dhe admirim dhe për krajën opinionin ndërkombëtar, ky është rasti i rrallë. Qartë. Ndja, ju përmendët ke diçka për shtuar? Ju përmendët. Do shtosha vetëm një diçka është e vërtet. Jo vetëm në kanalet perëndimore, por edhe në kanalet e lindjes mesme kanë parë te Al Jazeera, se shifën dhe klikimet poshtë me miliona njerëz kanë parë këtë lajm. Pra, kjo protestë është bërë frymëzim dhe për pak a shumë dhe për një numër shumë të madh vendesh në botë. Dhe është diçka pozitive, pra që të protestosh për drejtën tënde. Pra, të protestosh kundër mungesës transparencës, a i thot e bëjën se e di unë, jo, ne duhet kemi transparent qa do bëhet. Dhe fotot e projekteve duhet jenë të ngjashme fotot e zbatimin fund. Pra populli duhet ketë transparencë, kush është pronari, kisha një mikun tim e takova dje, kishe ble një shtëpi në Belgjik. Dhe vinë tha kur shkova, kishte punu 10 vjet me e ble shtëpinë. Noteri i kishte thënë, kjo shtëpi është bërë 1856, e ka pas ky, pra pronësia dihet. Që janë këto pronarë? More titullin ti, jo, titulli s'të bën pronar. Mënyra e fitimit pronësisë sipas ligjit bën pronar. Titulli dhe kadastra është thjesht një magazin. Dhe kjo është diçka pozitive që njerëzit protestojnë për mungesën e transparencës, për marrjen e vendimeve në mënyrë të njëanshme dhe për fshirjen e personave të paaft në poste drejtuese, të cilës i kanë sjellë shumë dëme të mëdha vendit tonë. Ti thua të paaft në poste drejtuese, por edhe të korruptuar. Nuk e paaft, do shohim këtu, do ta diskutojmë, ai sa fond të huaj tani, holandezë të tjerë që merren me këtë punë. Pra nuk mbyllet më kjo punë që mendojnë ta do ta mbyllin me prallët e tyre. Nuk ka më këtu as muret e qeverisë, as partisë, as oligarkisë nuk e mbyllin. Po më lart kohë, unë tani po e them çfarë thon, ka një regjistrim. Ka 5 shtresa këtu, kjo punë, nis me Strugën, Redi Strugën. Që ka regjistruar Zvërnet South Adriatic Development. Edhe thuhet tani, ata të huajt e thonë, e kam edhe podcastin, që fillimisht ka qenë si pronar, pastaj ka shitur projektin, ky termi, se unë shoh edhe ato gërmat, ka shitur projektin dhe tani rezulton si administrator. Pra pas ka i projekt. Tani, zakonisht, kur deli shifër, ka i projekt. Por nuk është projekt, po është projekt, po kështu, por nuk mund të lozet shumë. Nuk mund të lozet se nuk po të hy, ke shtëpia jote, e po të them, e ke bërë të, edhe kur më gënjen, dhe për shtëpinë tënde, mu nuk më bje mirë, se më ofendon. Jo më për punët e mia. Ore, këta nuk e kuptojnë që ky është vendi im, po flas në emër të një populli caktuar që mendoj si unë. Ose është vendi im, vendi jon. Po çfarë di vetë ata? Pronar të jetës tonë? Pastaj një njeriu kur i hapen syt, edhe buri me gruan, kur i hapen syt për realitetin që nuk është ai që mendonin, edhe kanë ushqyer ëndër, e thonë ne ndahemi. Po kush je ti që na mban me zor? Dhe ja them Ramës, domethënë në mënyrë të direkte. Je ti ke marrë përsipër të gjithë drejtimin e shtetit. Ke bërë çfarë ke dash. Ke bërë çfarë ke dash. Si ka mundësi që në Holland regjistrohet Universal Property Project? BV. Dhe zotrohet 50%, me 50% nga Rusi Nikita Vinograd dhe Bullgaria Zoja Girova. Po këto, pse na dalin, tani, se këta flasin për investime, pse na dalin që ky Rusi zotron, po në Holland, se në Holland në bëngë ca punta, në bërsi offshore Hollanda, zotron kompaninë që furnizon me karburant aeroportin, te Kastrati, dhe kjo Girova zotron një kompani tjetër, po në Holland, që merret me healthcare service që kemi ne këto koncesionet, që njëra për tyre është 130 milionë euro. Pra, për lidhjen e të kësa për flasë. Po të dosis, po me bizneset. Dhe kemi pastaj një kompani tjetër, Dutch Trust Management, atje, e cila me kontrolon diçka, pastaj kemi prap një kompani tjetër, ku ka 5 aksioner shqiptar, ku asnjëri nuk bëhet i ditur, se në bazë ligjit holandez, kush ka 25% e lartë, ati i del emri, tjerë poshtë. Dhe kanë bërë, të jenë 5. Tani kush janë këta 5? Se këtu ka një aferë që shpërzi e shteti. Pse ka? A janë këta 5
përzihen me këta oligarkë dhe këto nuk janë fare parat. Dhe kam bindjen absolute që shtu si po them unë. Pavarësisht do ta nxjerri hetimi. Po patjetër, dhe këtu do merret hetim me gjithë qeveria, nga i pari ke fundit. Nuk ka më këtu mos hajteni ke unë, atje shkoj vetë. Shqiptar ke nxjerr aty mia shqiptar që po dalin atje në orën 6, po piqen diell, po dalin se i nxorë vetë. E keqja vjen nga vetja. E mira vjen nga lart, ka besu Zoti jetën tonë, e bëre si e bëre tani të keqen e ke nga vetja, se ke nga tjerë. S'përdridhu si duaj, domethënë. Unë mendoj, kush janë ata shqiptar? A janë parte korrupsionit apo trafikut që janë atje? Një, e dyta, ato ndryshime dëgjojnë 2024, me të gjithë ata që i kanë firmosur atje, këto trimat që bëjnë sikur bëjnë historinë e Shqipërisë, a janë këtu përfshirë? A janë përshtatur ligjet për favorizim, po thua? A kanë konflikt interesi? Se që është ligj klientelisë, unë këtë e di. Po mos janë dhe vetër. Nuk kanë votuar më për miku, se klientelisë është të miku. Po veti atyre. Kështu që unë mendoj që këta dhe kjo klasë politike e tradhoi Shqipërinë. Tradhtarët, pra nëse ka tradhtar për interesa shoviniste greke, serbe dhe iraniane, janë këta. Dhe e ngre gishtin e akuzës direkt ke këta. Kuptova. Se fëmijët e mi që dalin atje, nuk kanë lidhje me tradhtimin dhe fëmijët e mi sot i kemi edukuar brez pas brezi. Jemi familje, kemi dhënë gjak për këtë vend. Vetëm i kemi dhënë si kemi marrë, i kam edukuar të japin jetën për vatanin. Po gjithmonë për drejtësinë, se të japësh jetën për vendin është se je i drejtë. Dhe koncepti i historisë në drejtësi është shumë i madh. E gjithë historia njerëzore nuk është gjë tjetër, veçse luftë dhe përballje e të mirës me të keqen. Mirë, shumë shkurt reklama dhe rikthehemi me Karanxhën. Rikthyer sërish dhe vetëm tek çështjet aktuale, tek protesta, duke parë sa në këndvështrimin politik, që pa diskutim ka nuanca, por gjithashtu edhe tek ajo se çfarë ndodh me dosjen me hetimet. Karanxha, tha diçka Romeo që është hedhur në fakt, por që shumë mirë që sotën vëmendje që mund të ketë ndodhur në 2024, duket sikur është një gjë normale që ne përshtasim ose i bëjmë ligjet në bazë të interesave të momentit. Unë nuk e di se sa është e dokumentuar ose sa po hetohet, por besoj kjo është një çështje në zhvillim, dhe pyetja që lind është përfshi këtë që sapo përmend, po edhe çështjet e tjera çfarë duhet bëj SPAK-u? Pyetja juaj është e drejtë. SPAK-u nuk duhet mbaj standarde dy fishe. Ç'kuptojmë me standard dy fishe? Po, se duhet të dyshojmë se ç'po bën. Kemi rastin, kemi dëshmitarin partije që u pyet Gens Rulin për rastin e çështjes Berisha dhe SPAK-u kishte ngrit akuzë që janë bërë ndryshime ligj për shkaqe personale, apo jo? Po, një gjë. Kjo ishte akuza. Dhe rastin konkret, në duke, po themi në duke, konstatohet që kemi të bëjmë me një ligj të nxjerrë nga jo kompetentët. Ç'kuptojmë jo kompetent? Iniciativën legislative midis tjerë dhe ka një deputet që mund të bëjë një ligj, po një ligj të thjeshtë. Në rastin konkret, ligji për zonat e mbrojtjeve, kur është bërë ligji qendror i 2017-s, që është bërë ligji kryesor, është propozuar nga Këshilli i Ministrave, kur propozohet nga Këshilli i Ministrave, janë disa ministri që kanë përgjegjësi për territorin e Republikës së Shqipërisë. Ministria e Mjedisit, Ministria e Bujqësisë, sepse ti qa njohurish ke si deputet që më të bësh, duhet vinë kompetentët i bëjnë ligje se si mund ndërhyet. Në rastin konkret, ligji kryesor është propozuar nga Ministria e Mjedisit dhe ministrat kompetent që kanë ekspert, kurse këtu është propozuar nga një grup deputetësh. Në duke, këtu kemi një rastin, nëse që është e dyshim, që është bërë ndryshimi i ligjit, duhen verifikuar të gjithë ata deputetët propozues kanë pas lidhje me këta persona që janë përfitues të pronave e tjerë, ose që ndërhyjen në zonat e mbrojtjeve, sepse na rezulton ky është ligj. Jam dakord që është ligj nga pikpamja formale e respektuar, por disa lloje ligjesh kërkojnë njohuri të posaçme, kërkojnë ekspert mjedisi, kërkojnë ekspert të ujor, sepse do ndërhysh në ujë. Aq më tepër kemi për lagunat. Prandaj SPAK-u duhet ta hetojë këtë rast. Duhet ta shohë. E dyta. Pretendoj deputetët? Të hetojë. Si që hetoj rastin, pa pyti Gens Pollën për rastin e Berishës. Rulin. Gens Rulin. I pyti, do pyti Ylli Pang, që është i Ministrisë së Sportit. Pse mbahen standard? Pyeten gjithë. Si është bërë ky ligj? Kush ja dha këtë tekst në dorë këtyne që e bën? Ndërkohë që është ligj që kërkon njohuri të posaçme. Ndryshimi i kodit penal gjithmonë kalon nga Ministria e Drejtësisë. Pavarësisht se ligji mund të ketë që propozimit bëhen nga deputetët. Si u bë ky ligj me një grup deputetësh? Kuptova. Duhet të verifikohen kanë lidhje apo jo me përfituesit sot, se sot kanë nxjerrë kokën ata, se ky ligj është bërë para 2 vjetësh, por sot dha efektin. E dyta, lidhje me dokumentat origjinal.
Nga informacioni që disponoj, arshive shtetit shqiptar sot që është bërë është bastarduar. Ke në arshiv dokumentat falsifikuar, pra kanë depërtu deri në arshiv. E parë herë shteti vetë, laboratori qendror i kriminalistikës, duhet i verifikoj gjithë të dokumentet, pak të to qendrore, nuk është shumë e vështirë, sepse provën shifra ato si përfaqet, të shifret janë falso për. E dyta, rezulton një arshiv në Stamboll, pra sepse ne kemi qenë pjesë e pranërisë turke që janë sakta, janë të paprehura, duhet marrë dokumentat origjinal nga Stambolli nëpërmjet letër porosisë, por duhet kemi kujdes edhe një herë tek soja ida, sepse rezulton që dhe nëpërmjet postës mund të falsifikohen dhënat, posta. Pra posta që vjen nga ne, pra duhet oficeri spakut ose tjetë e sigurt marrë dokumentit nga arshiva këtu. Duhet marrë me letër porosit, duhet verifiku këto prona, sepse nuk janë si përfaqet vogla. Këtu është pasurie e qytetarëve shqiptarë. Në qoftë se pronari, theksojmë dhe këtë tjetër, është i pronarit le takzoj. E ka pas që në kod turkut, takzoj. Unë jam për atë që stërgjyshët që i kalon pronën le ta marrin. Po të kishte ndodhur kjo që në fillim në 91-shin, pronarit për të merrte tokën me arshivat dhe po them ai dhe diçka e fundit. Jo, dakor, po. Këtu janë shkatru dokumentat këtë, shkatrimi i dokumentave dhe falsifikimi i dokumentave s'ka ndodhur as kod Zogut, s'ka ndodhur as kod luftës, s'ka ndodhur as kod Enver Hoxhës, s'ka ndodhur to 35 vjet është turp i madh. Ne si shtet kemi shkatru arshivat, janë ngris faqet origjinale dhe është turp për ne që thonë je pronar kemi titull. Atë titullin duhet parë në çdo vend botës shifet burimi i këtij titulli. Po një titull ti bori një letër nga hipoteka dhe s'mund ma tregosh mua. Qofse je me dokumenta. Këto të verifikohen. Qofse janë të pronarit, takzoj është halal. Por në rast se janë dokumentat të falsifikuar dhe është pronë publike, populli shqiptar ka drejt të protestojë. Aq më tepër që sot që ne diskutojmë. Ka detyrë. Ka për detyrë. Ka detyrë. Kanja, një pyetje, më falër më. Nëse SPAK i thellon hetimet në këtë logjik që ju sa po demonstruat dhe bëni analizën tuaj edhe si njohësi mirë i këtyre çështjeve. Debati sot që bëhet është nëse e pengon ose jo investimin. Dhe tjetra, a jemi ne si vend në kushtet për ta bërë këtë përballë një kostoje që mund të kemi, se investimet në fund ditës janë zhvillim dhe dua që ta ndaj nga ajo se çfarë ne kemi bërë gabim sa i takon çështjeve të dokumentacionit, sa i takon edhe qasjes ndoshta që ka politika këtu në raport me atë që është një investim i serioz që mund të jap mjaft Shqipërisë, se duhet parë në këtë aspekt. Tash në lidhje me investimin, je pro apo kundër dhe e pengon ose jo? Specialistët. Tani, në rast se fellimi i hetimeve, këtë duhet. Fellimi i hetimeve, nëse është pronë shteti dhe e kanë marrë, më mirë investimit mos bëhet, se humb shteti, humb gjithë qytetarët shqiptarë. Pra ti s'mund të marrësh i pronë shtetin me titull falso dhe të nesër ti marrësh parë ti. Absolutisht se kjo është pronë e qytetarëve. Të marrojë hetimin bëhet investimi. Së shfaq këtyre politikanëve që sohen këtë drejtë. A thamë për reformën në drejtësi do siguroj investitorët e huaj. Ku je ke 10 vjetë? S'ka gjykata. Pra ti vetë si politikan, s'ka pra. Edhe kur vinë investitorët, ne protestojmë. Erdhi investitori, ti so shkon në gjykat. Te kush gjykat do shkoj investitori? Pa e zhjith çështën e pronësisë. Atë është faj politikanëve, tash u kujtuan për investimin. T'ja kishte tokën pronarit, edhe kishte zhjith këtë punë, se ato kanë vite që vinë vërdau njerëzit. Pra ti si shtet duhet të jesh i interesuar, si palë. Avokati i shtetit ka bërë rolin pasive fare. Pra shkojnë aty kot, ndërkohë që shteti duhet i ruaj pronat e veta. Jo ta shofi pronën, çifet pronën e shtetit si që ta marrë tjetër. Kush është e shtetit, është e shtetit. Ti pse u bë protesta? Ke probleme me pronësinë. Atëherë si shtet ti nuk i ke zgjidh. Pra është politika e gabuar që nuk i thith investime. Tani ai e pretendon pronën, çfarë ti themi ne tjetrit? Thotë jo është t'ja japim këtij tjetrit bëhet investime. Jo, kjo është akoma më keq. Aq më tepër që mendoj që këto investime dhe herë sa i pam të. Atë po i dalin ke bankës se çfarë fiton me investimi, përveç u shkatruar çdo gjë atje. Ku jemi se kjo afera ka rënë kjo e bankësit. Kjo është aferë është, po s'kan lënë as kokën letrat atje me sa shoh unë, do merr me sa të nivelit mesëm të ulët. Pra, a ka më kriminalitet 2 qeveri e gjysmë të zhytur ata që e bën? Pra kemi këto modele dhe ideja që mos ecim në të njëjtat gjurmë. Po këto investime që kemi këtu në Tiranë, se paratë e krimit janë anti-investim. Investime që kemi në Tiranë, 70.000 apartamente bosh, edhe ka vajt dhome kuzhinë aty me cep Tiranë si jamun, 800 €. Këto janë investime që marrisin kosën e jetesës.
Shqiptarët e di mirë që me 1 milion lekë të vjetra në 2014 një person ja dilte. Tani nuk ja del më, ta shohim me dylbi minimumin e tij. Tani ne jetojmë nightmare, skam fëmijë edhe prandaj vjen skame ti shkoj ky zëri im atyre se kanë lyer bëllë me kos në kuris të djesës time fëmijëve të mi. Më ka mohuar jetën që më ka dhënë Zoti këta, njëri më i shëmtuar se tjetri. Njëri më analfabet se tjetri, që dali përpara këtyre njerëzve të bukur atje, thelbi aty është më pozitiv nuk ka. Aty është krenaria e Shqipërisë. Më lërë të ndërhypa. Edhe skam predhon skamje. O ba, skam sot, skam nesër. Mos boni të këqia. Po pse, nuk dikemi ne të vrasim e të presim. E ta shkulli me rëjnë këtë dali përpara. Po unë mundohem rrugë Zotit, ti vazhdojnë ti më kërnojsh që je shejtan atje tani, ke blokuar vëndit ti, ke vjedh votat nga mjesin dark, me pazaret të ndyra që ja them të unë një nga një, edhe thot, ja, mund më ka mandatuar shqiptarët. Kush e ka mandatuar për të vjedh? Edhe unë e kam votuar 2013. E kam gocën vogël tu, 3 vjeç, me të votën për të se votova kundra 21 janarit. Kush e mandatoi për të vjedhë të, për të dalë ky Zot? Kush ta ti që je Zot ti? Tani, qëndrojmë këtu, po një tjetër... Se po më del nga shpirti kjo. Zoti madh ky, kush ta ky më që ky është Zot? Po Zoti nuk përdridhet ashtu, si çingije. Zoti im nuk përdridhet ashtu. Edhe e ka ndërtuar një uerojnë e të hidhen mbrapa ato, zakarte vetë. Nuk për, Rama di Rama të punë. Po ne në kanë drejtën të mendojmë, të flasim për realitetin. Se është ky, se buron pasuria nga ky, se ky të shkrim, po të doj ky të shkrim pasurin. Po kaq budallëj do jemi ne? Ata e çuar atje, ata kanë para frikën. Vritën e frikën dhe mos keni frikë asgjë. Në rrugë Zotit mos ken frikë. Të ken frikë qin. Jam bërë krenar njerëzit unë. Vret tjetri e të çona berë. Shiko se jam unë pasaj, mbas asaj shpellës ku bëjnë dhe planet. Di që shkojnë deputet në për shpella, edhe ministra. Se është i forti atje në shpellë edhe ndam punët. Ju do shkoni këtu, do bini votat tu, ata ju do kundërshtojnë e si në jemrat ne. Se kështu është. Edhe e që ndodhi atje, nuk është ka gjithë thjesht. E merr zvarr ti njeriu tjetër, pavarësisht se çfarë nacionaliteti ka, se për mua është qenie njerëzore, e merr zvarr në hundrën e policëve, aty është shteti. E të policët bashkojnë atyre. Shqipëria, edhe realisht e drejta për qeverisje, është e drejtë, domethënë, është e drejtë. E drejta tani ka vajtur në rrugë. Dhe kjo e drejtë delegitimon çdo qeverie. Unë po të isha atje do kisha turp, të gdhiesha mbjes, jo më të dilja atë ashtu. Mund të jem i pafajshëm, po unë si isha në gjendje juve t'ju siguroja këtë jetesë, kanë ikur gjithë shqiptarët. Më llogarit mua ata që vjen atë kunatin tim, ata njerëz e mi që vinë një nga Anglia 3 herë në vit, 5 herë në vit, me llogarit si turistë. Kush e ha këtë? Një popull që ka më tepër se gjysmën jashtë, 1.5 milion, sikur këta vinë nga 3 herë në vit, ja ku bën disa milion bileta që rrinë dalin. Tani, Rangja, ju përmendët çështjen e pronave, po së bashku këtu ne kemi bërë një analizë në kuadër të asaj që hetohet çdo ditë. Për shembull kemi prek DSIK-n ose Aksikun, që edhe ky është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm për nga ajo se çfarë përfaqëson. Dje u njohëm që një institucion që votohet pikërisht nga parlamenti, sikurse SKP-ja, antari për çështje pabarazisë në tendera, është në hetim, pra ishte lajmi ditës së djeshme. A ka diçka që duhet korrigjuar vërtet, sepse që në hyrje të kësaj bisede ju thatë që si pasojë e 1001 zhvillimeve, ligjeve, korrupsionit, vjen e gjithë kjo që ne po shohim, pra mlef ose reagim. Aida, këtu kemi prapë mos funksionim shtetit. Pra, si që lehet fajt të një qytetarëve që protestojnë për drejtat e gjithë shqiptarëve, që janë bërë frymëzim për botën, dhe këtu konstatojmë që DSIK-ja nuk ka funksionuar. Pra, nuk funksionon, sepse është DSIK-ja dhe organet e shërbimit sekret të cilët duhet japin informacione për të raste. Ku je? Pra, DSIK-ja ka shkarkuar prokuror dhe gjyqtar me shkrimin, me firmën vetë i papërshtatshëm, ndërkohë këtu dalin grupi strukturuar kriminal deri përshtatshëm. Pra, kemi një rast tjetër të DSIK-s, rastin e fundit, që kanë dalë në ambientet e organeve të vetingu duke kërcyer në orar të punës dhe masi shkarkojnë subjektet e rivlerësimit. Ndërkohë që s'kan bo punën, janë me vendime shumë të avashta. Dhe në rezulton dalin tek ajo e para, gjithmonë tek DSIK-ja, ku është shërbimi sekret? Ku është ato po kërcejnë mes ditës? Po,
Aq më tepër që te kanali CNA, po e citoj, tek kanali CNA është edhe në Instagram, për çështjen që folet dhe tash bëhet fjalë konkretisht, e pas ka sqaruar se tash më erdhi, thotë gjatë kohës që Ina Rama ishte prokurore e përgjithshme, Sokol Çomo ishte avokat në një çështje për vjen e 150 hektarëve në Bregdet të Tiranës, dhe është çështje që lidhet me Zvërnecin dhe po hetohet nga prokurori Armand Gurakuqi. Pra Ina Rama dhe Armand Gurakuqi, Ina Rama dhe Sokol Çomo sot kanë shkarkuar Armand Gurakuqin, që kanë shkarkuar edhe kërcen. Po ja rasti konkret tash merri masolli një dikush e pash, është e publikuar, është bërë dhe virali duke kërcyer. Pra shkarkos subjektet e rivlerësimit dhe kërcen. Ku është shteti, ku është shiku? Qa materiale, shërbimi sekret ka dhënë për to tjetërsime pronash? Pra ka rënë shteti dhe s'mund t'i themi këtyne që po protestojnë për tokat e vjedhurat shqiptarëve, pse protestojnë për na cënoni investimet e huaja. Por ju me mërzotri që jeni drejtues, i keni letrat më rregull? Si mund t'i vish një investitorit huaj, zgjedhësh një që do ti, dhe thot ky është dhe t'i japësh lekët tit. Po ky tjetri s'ka, qoftë me ligjin 7501, qoftë se e ka marrë tokën dhe i takon ta marrë tokën bujësore. Por ne shohim që nuk funksionon shteti siç duhet ai. Nuk funksionon shteti. Këtu shteti fiks këto të kopas e ka bo mirë duke kërcy. Kërcim, mjë çështje, pushon çështje, kërcem me fustanë orgorar punës. Dhe këta që votojnë nga parlamenti, këtu ka vajt shteti, majmë rastin e këtij Tërnovës, na thonë që ka vajt për hetim. Tani, ky është shteti. Për paparazinë të ndëra. Po paparazi, po çfarë dali, po pse ka bërë paparazinë? Çfarë interesi ka pas? Po ju. Si? S'di. Pa interese, tani thuhet se thonë këta, s'ka korupcion, ka vetëm kështu paparazinë tender. Po çfarë bëri paparazinë? Çfarë pasojë ka? Si që kjo paparazinë tender? O diskriminim. Ka dhe ca nënë tjera. Pra mua me i drejtën ti se ti favorizon dikë. Po arsyeja pse? Ku ka këtu? Mu s'bëva ki, kam 2 vëllezër unë. Nuk bëva ki që vllai ti teke tani, ora po të çoj, jam një ditë zez bëva ki po. Po ti teket vllai tim e të mjapi ca favore kështu. S'po na e bëjnë të kujs, njerëzit tonë që s'kemi gjë në dorë, s'po na vijnë këto pamirësit. Këtyne ju vijnë këto, po ashtu gjykoi ai. Aty është ligji. Para publike dhe procedurat gjithmonë kalojnë. Unë kam pasur për shembull debate me amerikanë dhe anglisë kur jam marrë me këto punë. Edhe ka qenë dhe Lockheed Martin, kompania numër 1 në botë, që merret me NASA. Edhe tha, do ta bëjmë këtë punë, do binin diçka, domethënë, do ta bëjmë këtë punë, tha, sipas ligjit britanik. Jo, i thash, sipas ligjit shqiptar, thash. Para publike shqiptare, sipas ligjit shqiptar. Dhe kur i thuaj jo, ka raste fiton dhe më respekt. E diskutuan ata, thanë, po ke drejt. Kupton? Edhe unë nuk mendoj që këtu pabarazia tendera duhet lënë me aq. Ishtë korupcion. A ishtë korupcion. Korupcion dhe të marrësh, unë të t'jap të i tender, unë mos marr para, po të marr premtimin që ty të t'le borzhli atje, tek vetja ime. Dhe nuk ka pabarazia tendera pa shpërtojmë detyre dhe pa korupcion. Dhe pastaj shikjohet me pastim parash, ja ku shkon aty vetëm me i tender shkosh 20 vjet. Po sa tendera kanë lënë, unë kam pasur edhe këtu që ai bën konkursin kush është tenderi i ligjshëm. Të gjejmë një. Të gjejmë tender të ligjshëm. Ja po shoh tani nga mbrapa të prapë që po hyn atje. Ishte bërë me djersej aty. Që pa të bardha. Kush tender i ligjshëm? Tu zgjedhën një tender të ligjshëm. Edhe prandaj tu ka nevojë që ajo turma atje, është sigurt që ajo do fitoj, ajo turma, po qëndroj atje do fitoj. Ta harrojnë këta që do bëjnë marifete këta me të fortën me kështu, pastaj aty japim jetën për turmën. Ajo turma atje, edhe shohin që jemi shumë të fortë sa themi. Ajo turma atje duhet të di mirë para se të lërë njerëzit që të flasin, duhet i bëj vetting atyre atje. Vetting gjithë administratës. Shohim a kanë hyrë njerëzit me një apartament dhe kanë dalë me 30 apartamente apo me 20 apo me 10 mbas 2-3 vite punë. Unë këtu jam i sigurt që një pjesë e vogël ka shpërdoruar dhe kanë rënuar jetën shqiptarëve. E kanë çuar një popull në depresion. Ata njerëz po dalin tani edhe mbas edhe terapi është ajo. Se nuk po ishin mbytur. Të shohim se kjo ministra që kërcet takat këtu, se ky ministri këtu, një portë e madhe që nuk mbaj, nuk kishte ku të shkonte më. Kaloi qielle, male, ku ta di unë etj. E tani jemi me këmbën tokë. Tajna askushi, kur një popull çohet nga pozicioni poshtrimit, që është në shtrimi dhe ulja, çohet edhe gjen dinjitetin, zvoglohet
sa doj madh tjetë sundimtari, se këta janë mbi ligj, ta janë sundimtar, s'janë pushtetar. Ta sa qeverisë, ta janë sundimtar. Në doktrinën politike, ai që është mbi ligjin dhe që bën ligjin si do vet, që ka bërë 24, ka çuar 12 deputet bedel atje, këta janë komplet dhe ka dhe bedel ministra sot, sa për djeni, këta janë të gjithë sundimtar. Dhe ne, me sundimtarin, në shkrenari të përballesh dhëm për dhëm në çdo moment. Edhe unë besoj që ky popull, fillimi mbar gjysma punës, gjysmën e ka fituar. Dhe nesër ne, ratë parë, nuk ka qeveri këtë program tjetër, përveç se të vendosi bazat e drejtësisë. Dhe pastaj aty funksionon shteti. Mos jetë ligji vullneti këtij personi që po gjykohet, dhe me sa shohim ne që ka më e gjerë situata, pra... Ideja është mos ka të tjerë antarë që mund të jenë në hetim, po nuk e dim se nuk e kemi konfirmuar do. Po, ti mendon se ne jemi 3 këtu, edhe një kanë ngjerë atje komision 4, kanë qenë 5 me gjithë mezyrin. Ti mendon që në një vend ku punoj unë dhe kam 4 tjerë, nuk e marr vesh unë çfarë bëjnë ata? Unë e marr vesh dhe çfarë kam parë natën. Kështu ka funksionuar. Që të thotë katët e tjerë të përfshirë në logjikën? Po ata pse se kanë konstatuar? Ata janë për të rregulluar punët e gjithë tendrave të Shqipërisë, jo më punët e tyre. Pse se kanë konstatuar dhe se kanë denoncuar atë? Nëse është kështu, duhet pa dhe rolin e tyre. Po nuk kanë ngelur më. S'kan ngelur gjë në këtë administratë që të qëndroi. Edhe ishte ky. Unë nuk e di më, me të vjedh ky tani çfarë them tani. Me vra vetën në shpak, me të vjedh ai. Se dim është në tim. Po ja, këta janë punë burrash, po kishe një portret, më kishe një portret burrit, si do që t'ishte. Kishe një portret, Luish Gura Kuqin, këtë, këta njerëz që shkonin në shtet, që nga vitin 1912 e këtej. Qa ka ndodhur nga 1912 e këtej? Është vjedhur vazhdimisht, se ne s'kishim tradit shteti, ishim pjesë e perandorisë, ashtu të qetë të Bregdet Adriatikun, perëndim perandorisë, në atë jetën tonë baritore e bregtoriale. Është vjedhur vazhdimisht toka shtetit nga privati, sidomos janë pa fund, me vendime qeverie dhe në kohën e Zogut, e tjerë para Zogut, e kështu, dhe tani, vetëm kohën e diktaturës u bllokuan të gjitha, dhe tani. Dhe nëse do marrim kadastrat turke, që fillimisht nuk na jepnin, sot nuk do asnjë qeveritar nga këta, se del ku ka qenë realisht. Edhe ajo duhet bërë. As më intereson, si ku të 3 milion shqiptarë të jenë zhytur në padrejtësi, nuk më intereson. Me gjithë gjëra që kanë ndodhur, a mendon se do të reflektohet diçka në vendimarrjet, sepse ne kemi qeverinë. Në kuptimin kur them se e nisej që këta votohen nga parlamenti, me të drejtë. Karanja e thelloi kur tha që shiko, po shiku, nuk e di se çfarë po ndodh me tokat tona ose këto raporte që dalin kështu. Ti më the mua ne kemi qeverinë. E para herë. Por do të reflektojë diçka se shiko, nesër është e njëjtë, do ketë kuvend, Romeo. Duam apo s'duam, ne pavarësisht se çfarë mendon. Ideja është këta do reflektojnë diçka në mënyrë që mos të jemi më përballë këtyre situatave, kjo është ajo që po pyes. Fare ose shef. E pe reflektimin ti, na flasin për fitore? Po arroganca, prandaj ka fund kjo punë. Kjo punë ka hyrë në fund. Ti do me ngjall tani të vdekurin. Ai ka hyrë në agoni, ti do me ngjall. Do reflektojnë këta zonjat e mëdha që na kanë vjedhur ne, edhe ne duhet i lutemi prapë për fatin tonë. Po duhet të reflektojmë, ka marrë fund kjo punë. Nuk e kam në mënyrë deklarative unë. Nuk e kam se çfarë dalin thonë televizor. Unë shoh shumë larg, se mua s'mi ka bërë, nëna mi ka bërë këta, edhe Hasmi më ka bërë të tjerët. Unë i shoh si shqiptar. Kuptova. Unë kam parime, edhe nuk i ndajm parimin tim. Edhe nuk e di fare çfarë raporti do kem ata nesër. Kritik mund të jem gjithë jetën unë. Po si do reflektojnë këta? Po, ka dalë një popull në rrugë. Çdo të dalë një popull 10 ditë në rrugë. Edhe ti mbush rrugët kështu, janë rumullak se këta dhe të zvoglojnë këta me kamerët e këtyre. E bile jam këtu se e kam thonë, televizionet e mëdha kombëtare, nëse nuk thonë vërtetën sot, jam i sigurt, unë nesër do t'i gjimoj me bukë të rast për t'ju heq frekuencat, e përpar pse ata luajnë me vërtetën. To frekuenca janë pronë e këtij vendi, edhe nuk jam për të shpërdoruar dhe për qëllime private. Jam për para raportit e vërtetës. Nuk më dalin televizionet mëdha kombëtare që zvoglojnë praninë e tyre. Ta japin sakt. Nëse nuk kanë me nderet i numëroj njerëzit, ta japin sakt. Siç duhet lajmi. Ti pretendon se po e deformojnë për të mbajnë anë? Po, patjetër. Dhe çfarë procedurë ligjore do të ndjekësh? Çfarë paralajmëron? Patjetër, pse ajo ama do jetë më kështu. Do ketë njerëz aty të përparë, se këtë raportin me vërtetën nuk mund ta ndryshojnë ata. Kuptova. Se ne pa pasur të vërtetën, s'mund të kemi drejtësi. Ne kemi kaq kohë flasim për drejtësi. Po kush janë këto aktorët e të vërtetës? Se ne më duket tu jemi pa filtra. Pa filtra. A kemi qenë këtu me
pronarjen e drejtuesit të televizionit? A ka pas debat? Debat, pa filtra. Faleminderit që mbani kështu, inshallah mbani kështu. Pa filtra. Ditën që do të vëjmë filtra, do e lëm punën, s'kemi. Ka ish po më them unë. Po së të kohë që s'na janë kërkuar filtra, jemi në rregull. Karanja, edhe ti besoj mendojnë që s'kemi filtra për derisa je shpesh këtu. Tani, e vërteta është e vërtet. Jo, dhe ne po themi atë vërtetën tonë pa si që mendojmë. Bilës, madje po referojmë dhe transparenca kjo është, e ka bërë një televizion tjetër, ne po e themi që është publikuar në filan në Instagram, pra dhe themi të vërteta. Është kjo, ka ndodhur ngjarje kështu? A ka problematika, a ndodhë Shqipëri që një pronë kanë treve? Po flasë jetu si puna jote, si prokuror. Ta fotoroj të ri që janë kaq, ta ndjeki, dhe ti si televizion kombëtar shqiptar, del të aratarës, ku shkon, ku shtë lektu, ka ballvaqim direkt. Po ta thonë dhe 30 aktorë tjerë, ca të pavarur, ca më të vegjël, ca më kështu. Këto janë momente të rëndësishme. I kemi përkrahur ne ata që kanë televizionin. Ka qenë të vegjël me një gazetë vogël, thoshin 91-92 jemi provincial, por na përkrahni. Dhe i kanë firmosur të mbaje përsipër dhe goditi që bënte Saliu. 184 intelektual, firmosur ne ishin nga më të rinj, po kisha mbaruar shkollën, që politikat redaksionale mos goditeshin, si u futën dhe gazetarë në burg atyre. I kanë firmosur unë, që të bëshim grup, duke bashkuar të përballonin procedurat ligjore. Ka na dolen të oligarkë, si dolen? Si është kjo, multifikohen këto paratë shumë, nga dolen të? Se që ki lejet, sa njerëz janë bërë të pasur tu, me lejen këtu dhe shqip këtu. Megjithatë, kjo është çdo që mund të bëhet, kjo është një protestë që po bëhet edhe në rrjetet sociale. Ja, ke edhe fizikisht. Jo, shqyr që ka rrjetet sociale. Shqyr se s'do ashtu. Shqyr se këtu do kishe akoma ato, që të temon ty, dyrëmbyllet e këtyre që do të thonin shiko se jo, bëjmë mirë që dalin studentët, po shiko se ka dhe ca element këshu atje. E gjenë pa tjetër ata, ja gjenë nusës një uqët ata, lenë qunin bëqanë shpime atë të tyren. Qarë po të lenë, aty të lenë shpime. Flasë edhe në që kanë të zëshkë në fund, po kërën. Do pëse të flasë e kam nga flasë. Mendojë Jo që ti flet, po. është e vërtet kjo që tha për punën e beqarisë, që thotë kjo nusës bo, shko quni 50 vjeç, ngejtë se 50 vjeç do gjesh më nusë. Ka ndryshu ko, gjenë. Gjenë, po gjenë nusë për komshio, një për vetën tate. Problemi është që në rast edhe ai shka me i vend që s'ka komshi fare. Fërko durët komshiu, thotë është djali mirë kënë lagje, se ke knaq lagjen. Tani, për sa i përket protestës, kjo është një protest, unë e kam parë vetë, sepse është, ke rini, pjesën më e madhe, pjesa dormuzë që është brezi. Pra, nuk të shqetëson kjo e medias që thotë Romeo. Tani, media do ishte mirë të raportojnë ngjarjen si që është. Sa do t'i shkosh dronin, sepse dronit ose një raket, po të shkoj shumë largë dhe bota duket e vogël. Google Map, që futesh, ose Google Earth, të klikosh, e ke globin e vogël, derisa hapet shkon. Tash, sa më lartë shkosh, dije që do zvëllohet. Jo, bëj pyetje. A ka pasur mundësia, ishte një opozitë tërë, doli atje, të gjitha opozitat dolën, dikush më pak, dikush më shumë. A i shafruar Keqereku një nga to protesta? To protesta, qëndrueshmëria e tyre, na kujton vitin 1992. Unë kam marrë pjesë protesta se jeni më të ri se unë, që në 90-ën. Ne dinim nga po iknin zili ku po shkonin. Protestë kaq pozitive. Kjo s'është protestë, ky është rizgjim. Rizgjim i një vetdije popullore. S'ishte polici fare. Qa policia është e gëzuar më. Po të them, unë të garantoj policia, thot, inshallah, po fëmijët e policëve ke atje. Po të them unë ty. Po të shkosh protestë me fëmijë, me gra, me këto, po aty ka një energji kaq pozitive, sa po të shkojnë këta të qeverisë atje do bëhen me turp, për çfarë janë. Të shkojnë atje në protestë. Pse nuk shkojnë? Ka marrë votat e popullit, aprovojnë popullin. Populli ka dalë atje, pse nuk shkojnë? S'pas ka një për këtyre që të mendojnë si këta? Po kaq në hall kanë këta si forcë politike që janë asfiksuar deri aty? Sepse po ta vesh Aida, për shembull marrim shëndetësinë. Ke pasur të proceduar për shëndetësinë. Pra ke koncencione pa lidhje që s'kan afruar asnjë shërbim. Që tani gjithë këto shpërdorime, gjithë këto gjëra kanë sjellë tek populli shqiptar, domethënë kjo nuk është thjesht protestë trime, por është një solidaritet i shumë njerëzve. Pra shumë njerëz që e shohin që janë shpërdoruar paratë, sepse në thelb paratë e buxhetit janë paratë e shqiptarëve, sepse ata në vend imazhi lekët vetë kanë paguar tatimet. Është bërë një formalizim. Pra shpërdorimi i parave të buxhetit të shtetit ka sjellë këtë protestë në gjithë sektorët e jetës, në shëndetësi, në arsim, në drejtësi. Kemi diskutuar për shembull dalin të bankërsi. Ku e ke bankërsin sot?
Ku janë këto investitorë? Jo, më sa miliard me ndonë ti ka ke bankërsi që me ky investimi madhë. Këto miliarda ku janë? Pasaj dyta, në koncept, investimi i krimit është anti-shtet. Ne duhem shtetë herë. Aida, me pak Shtetë i gjithë shqiptarëve. Po bëhet gjithë kjo lundh lindjen e mesme për naftën. Se nafta pasuri, është me fitim. Si ka mundësi këtë vendin tonë që kemi naftë dhe këtu del me humje? Që këtu pse ato kote bëjnë luftën, kur del me humje naftën, pse merren me Jo, naftën? ato trena du pushojnë. Por këtu janë varfru puset e naftës dhe mund të falsifikojnë edhe skicën nesër. Janë varfru puset e naftës dhe janë shteruar, sepse dhe shfrytëzimi i naftës ka rregulla. Ka rregulla se si shfrytëzohet i pusë nafte. Pra këtu pasuria kombëtare është shkatruar. Pasuria kombëtare shifet vetëm për a jam unë mirë. Përgjegjës Ramon kryesisht, apo se Romeon e di që është pra e ka shprehur. Klasa për klasën politike, e shpreh të hënën. Është klasa prandaj tash e di, po të citoja, po s'duhet më mlën që ta dëgjosh, se duhet më mlën që ta dëgjosh, po të citoja çfarë ke thënë të hënën. Ta ka marrë mendimin. Shigjë që zora janë nga vetja, lumë si unë, vazhdo jepi tani. Të ktheva buzëqeshjen që në radhë ndodh. Karanja, mendon që është vërtet kundër subjekteve kryesore politike, kur unë them subjekte kryesore, sigurisht qeverisja është klasa politike. Klasa politike janë partitë e vogla, po si shikon? Bankësi ka vazhduar te dy partitë, përkundazi kanë favorizuar qeveria e majti ka fal borxhe. Tjetri ka zjat koncesionin. Pra ne shohim që se kur e shef një diçka është si punë e shtëpie me qira. Shef që shkon mirë qira, zgjidhë e nxjerr, për jashtë lysh shtëpinë. Tash këto çfarë këtu po shkatrohet, po varfrohet dhe qëllimi me sa shohim nuk është investimi. Investimi është për njerëz caktuar. Investimi është për njerëz caktuar për interesa personal, ndërsa për sa i përket interesit përgjithshëm që protestojnë me drejt këta, nuk menohet, pra menohet për i numër caktuar personash, jo për njerëzit, pra jo për popullin shqiptar. Pra jepen pasurit dhe shpërdoret. Dhe ky është ore ku është transparenca. Sepse shteti shqiptar Kryeministri ka thënë që nga ky investim nuk tërhiqemi. Ata po protestojnë për 30-40 vitet e ardhshme, duhet me kuptu mirë, ne duhet ndahemi nga kjo epoke e errët e maskareve, e tynë kjo epoka shqiptarëve. Ata po protestojnë për 30-40 vitet e ardhshme. Po u shujta e protest do t'jetë ndëmë gjithë popët e turpi ynë që ne nuk bëgemi do të veten. Ajo protest është me këmbë në barë. Mos më intereson asnjë aktivitet tjetër para saj. Ju uroj fati, them, mos u merrni me kadarvat e të kaluarës, filluar nga Saliu dhe ministrat e tij komplet mos qasin atje, edhe këto çfarë kanë qenë këtu që bëjnë opozitarin mbasi bie nga pushteti, edhe duke pasur nga 30-40 apartament, pronë atje tjerë se i dim dhe të atyre, ne duhet, duke u hapur të bërë transparenca, dhe marrin vesh kush janë problemet reale. Nuk e thyu dot Saliu fillimisht protestën, kur e mallkoi bashkë me çimin e vet, tani ata duhet të kuptojnë mirë. Çdo demokrat, çdo socialist që është kundra qeverisjes dhe distancohet nga edhe ish qeverisjes, pra le të shkojë atje. Se ka dhe fëmijët e socialistëve aty ke. Pra ne nuk mund t'i ndajmë të bëjmë luftë klasash. Aty ndahet e mira me të keqen, i devotshmi me maskarajnë. Pra aty janë ndarë, edhe unë shoh njerëz të cilët edhe pse kanë pasuri, nuk janë pa pasuri, i ke atje se duan një shoqëri të drejtë. Këtu po flas për Edonin, i cili e ke atje me merakun, ora ka pasuri, i ka mirë punë të veta, nuk vuan, se nuk shkojnë vetëm njerëz për bukën e gojës. Po pa drejtësi, pa liritë e duhura që ti ka dhënë Zoti dhe janë universalet, që ka sankcionuar OKB-ja, 47-ën, edhe ne me Konventin e Drejtë të Njeriut, nuk ka dinjitet më. Një popull, ajo është protestë për dinjitet. Pastaj dhe për mirëqenie, se jemi ke protesta e Bukës 36-ën, ku ishte Koci Bako. Ne jemi këtu për dinjitet. Ore, jemi njerëz më. Nuk mund ta mbyllësh sytë, nuk mund ta na bësh çorra me zor, budallej me zor. Kështu që kjo protest nuk është as për Arlindin, as për Saliun, as për Adriatikun, as për ku digjon që atjerë, as për Romeon. Ajo është për këtë popull dhe për të nesme, është protest historike, nuk është kaq e thjeshtë. Është protest për 30-40 vitet e ardhshme dhe është detyrën tonë të themi të vërtetën dhe të shohim pak më larg, të rezistojnë atje, se sa ditë ata janë atje, ai ditë i ka ikur legitimiteti i qeverisë. Kjo qeveri nuk ka më legitimitet, kjo qeveri duhet ta pranojë që ka dështuar. Mund të ketë suksese tjera që ne nuk ja dim, edhe që urojmë t'ja dim se na blen për të ardhmen. Ja besuam jetën tonë kaq vite, nuk ka më tani.
U plakëm duke dëgjuar emisioni Pralla ka marrë fund, duhet të shkojmë në reality politik. Diçka e fundit, këta njerëz që janë nga gjithë trojet e Shqipërisë, nuk janë spiona, nuk janë shërbimeve tuaja, janë shqiptarë të cilët protestojnë për cënimin e drejtave tyre, nga e drejta pronës, e drejta për një proces të rregullt ligjor, e drejta për shëndetësi, e drejta për arsim. Të gjitha ndryshimet e teksteve shkollore bëhen në mënyrë të njëanshme. Shi manipulimi tani. Thot një nga ato PD-s, çka ky Stazimiri, kemi 13 vite që protestojnë, se ky kusur s'kan lënë këta kur ishin pushtet, më në fund populli na kuptoi dhe na u bashkua. Mish dhije komplet, me prish gjithë protestën. Është politikan ai, është drejtën e tij. Është politikan, është drejtën e tij. Jam tamam politikan se ne. Ku ishëm politike, ishëm me paon shkurtër. Tamam politikan se ne. Ne këtë kthehemi popullit. Larg këtyre. Larg këtyre, domethënë. Aida Çano, ne themi shërbimet e huaja. Pra, këta politikan të paaft, korruptuar, ja kanë bërë qefet shërbimet huaja se e kanë shkatruar vetë Shqipërinë. Kupton, vetë kanë shkatruar dhe ja kanë bërë qefin dhe thonë i bot, fati se i bëjt qefit tjerëve, se jeti i paaft, se jeti i korruptuar, s'ka lidhje. Atëherë duhet pa herë të vetja. Jemi në rregull, jemi në rregull me drejtën e pronës, jemi në rregull me drejtën e jetës, jemi në rregull me arsim shëndetësi, apo rrjedh Shqipëria, apo ikin njerëzit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, se nuk po gjen drejtësi këtu po. Atëherë kanë drejtë. Këto janë kauza të drejta. Tash si i bëhet qefi aty në shumë mirë t'i bëhet qefi. Se janë këto e kanë shit vendin e vet, mirë t'i bëhet. Juri Kim e tha hapur, këta nuk dojnë ta kuptoni. Është e turpshme që motori i lëvizjes i jetës politike shqiptare është pazari politik. Unë e mbaj mend shumë mirë si e ka thënë. Përpara saj Donald Lu tha i nxinin nga zyrat ata që nuk u përfaqësojnë. Ka qenë Borele në takim atje që foli. Ne nuk e kuptuam se tani do edhe kohën e vet ky popull që të bindet si çdo popull tjetër. Edhe unë mendoj që nyjet e urrëties në popull janë pikërisht në pazarin PSD. Edhe tek kokët e tyre, jo tek ata që votojnë për ta se. Edhe e dyta, ata që mendojnë që s'ka Shqipëri pa ta, kjo protestë tregoj që ka Shqipëri përtej dy bandave politike. 42% kanë votuar për PS-n dhe PD-n. Pra shumë mirë dhe i pjesë e madhe e njerëzve të ndershëm, të zhgënjur të PD-s e të PS-s do kalojnë me këtë forcë politike. Pra kjo protestë që nuk është tregoni vetëm të nesërmen, po nga sot e nesërmja është mbjellur sot, e do mbillet sot. Si do mbillet sot, ashtu do të jetë nesër. Prandaj urojmë për Shqipërinë, për të mirë Shqipërisë, që do shkojë të shkojë. Për të mirë Shqipërisë të jenë sa më të drejtë, sa më parimor dhe sa më shqiptar në qëndrimet e tyre. Faleminderit, Karanxhe, kënaqësi si gjithmonë. Do të kemë sërish të besoj sot u ndalëm në çështjet më shumë janë politike, por shkojnë janë me vendimarrje juridike, sepse janë shkel ligji pronave dhe po sjell pasoja. Nuk i është dhënë prona pronarit dhe po sjell këto pasoja, po dalin pronar pa lidhje. Faleminderit.